ligjë shtetërore. Po, kalojmë tek Partia Demokratike dhe shohim se edhe këtu kemi disa deputet të rinj, është djali i zotërit Jakub Krasniqi, Altin Krasniqi dhe Adriatik Berisha duket se do t'jenë në këtë legislaturë, i cili nuk ka qenë më herët. Unë mendoj që rësia ma mirë këtu është që doktori Adriatik Berisha, që është një djallë brillant, një doktor që është përveç si mjek, është po ashtu edhe student i doktoratës në Universitetin e Zagrebit, që është një pej, unë një personalisht, për shkak se edhe baba i ti ka qenë mjek dhe dekan, në kuën kërë këmëdhejshë Universitetin e Gjakos ka qenë dekan në fakultetin e mjekësisë, është një mjek i jashtëzakonshëm, por Adriatik është një djalë i shkëlqyshëm, i cili ka arrit të përfaqësoj në mënyrë dinjitoze grupet ose gjeneratën e mesme në Partinë Demokratike të Kosovës, gjeneratën e dytë të Partisë Demokratike të Kosovës. Po, megjithatë, profesor, a i rrezikohet vendi Berishës, Alitit, Rustem Mustafës për shkak të kuotës? Për shkak të kuotës, 4 gra kanë siguruar vendet pa kuotë. Aktualisht, kur po flasim me rezultatin preliminar, PDK i ka 24 mandate. Por që unë dyshoj që do t'i mbajmë mbi 22. Për shkak të votat të diasporës. Dhe nëse kemi 22 mandate, dhe janë vetëm 4 gra që pa kuotë kanë fituar vendi. Fatkesisht as zoti Beqa që është një aktivist jashtëzakonshëm i luftëtar i dallume, as zoti Adriatik Berisha dhe as 2 njerëzit më të rëndësishëm të UÇK-s, Xhavit Haliti dhe Rustem Mustafa nuk do të jenë në Parlamentin e Kosovës. Shkoni edhe më poshtë, shohim se më poshtë është nduket edhe Najt Hasani, i cili Eliza Hoxha në anën tjetër. Po, Eliza Hoxha nuk ishte as në legislaturën e fundit. Me kuotën gjinore Eliza shkon. Ndoshta shkon, po. Por edhe Najt Hasani ka mbetur 7 gra i takojnë kësaj listës së Partisë Demokratike të Kosovës aktualisht. Domethënë edhe 3 gra do të hynë me kuotë. Se 4 ishin që kishin fituar. Vetëm 2. Sala Jashari, Vlora Qitaku, Ganimete Musliu dhe Blerta Deliu kanë fituar pa kuotë. Më duket edhe Kosovare ka fituar pa kuotë. Nëse s'kanë rrutë tash, minutat e fundit. Të shohim... Shkojmë edhe njerë krejt në fillim të listës. Të shohim nëse është edhe Kosovare... Deri në ora 12 janë këto... Ariana Musliu Shoshi ishte më poshtë, më duket. Ka qenë të 20, Besa ka shku pa kuotë. Blerta Deliu, po... Jo, profesor, Kosovare Murseli ishte 25. E 25. Besa ka shku pa kuotë. Po, dhe Besa qenë, ka Kabashi, po. Kabashi. Dhe tash, këtu në këtë rast, Kosovarja dhe Eliza bojnë 6, apo? Edhe Ariana 7 që do t'i kuota gjinore do t'i largoj nga lista Xhavit Halitin, Adriatik Berishin, Hajdar Beqën edhe Rustem Mustafën. E qartë. Okej. Shkojmë në... Edhe një gjë ndoshta me tek PDK-ja, se ka qenë njëri ish deputet Elmi Reqica që ka marrë vota të konsiderueshme. Pra, sepse shpesh e kemi përmendur në këtë studio fushatën e tij me një kënd që po kthehem fuqishëm, duket se fuqishëm është kthy profesor. Renditet i 12 nëse nuk gaboj. Po, ja i 12 është 20.138 vota. Elmi është një prej figura më të rëndësishme të Partisë Demokratike të Kosovës. E para, e dyta vjen nga një bastion i Partisë Demokratike të Kosovës, që është Ferizaj. E treta është njeriu i cili krejt jetën e vet, që nga feminia e ka të angazhuar për çështjen kombëtare. E katërta ka qenë në pozicione të ndryshme gjatë luftës dhe pas luftës. Është një farë mishrimi me këto vlera që përfaqëson Partia Demokratike e Kosovës. Madje unë do doja që zoti Elmi Reqica të jetë i dyti, i treti, që mos të kishte ata kollerat e Dacraz përpara. Do të ishte i dyti se i treti në listën, ose sikur do të kishte hapësirën e mjaftueshme brenda Partisë Demokratike, apo të ndëgjojë realisht zëri i votuesve. Nëse më lejohet, për shkak që vi prej